Këshilli i Bashkisë Islame në Ferizaj ka organizuar synetin falas për një numër të pacaktuar fëmijësh që do të bëjnë një ekip i kirurgëve nga bursa e Turqisë, por ky aktivitet nuk gjeti përkrahje në institucioneve lokale, pasi që sipas tyre mungon verifikimi i kualifikimeve të kirurgëve që do të merren me fëmijët ferizajas. Drejtues të KBI-s në Ferizaj kishin kërkuar nga CKMF-ja dhe nga Spitali Ferizajt që fëmijët të bëhen synet në hapësirat e tyre vepruese, por një gjë e tillë është refuzuar nga të dy institucionet. Për fatkeq nuk kemi gjetën mirë kuptim dhe jemi detyruar të hulumtojmë ordinanca private, kështu që kemi paraprakisht një marrëveshje me ordinancën Al Medina dhe shfrytëzoj rastin që të falenderoj për mirë kuptimin dhe për ofrimin e kësaj mundësie, kështu që ne do ta realizojmë këtë syneti ditën e nesërme. Deri më tani kemi diku një 50 fëmijë të ri të cilët janë lajmëruar për syneti. Megjithëse ne s'kemi hasë mirë kuptim me organet kompetente, po sikurse të ishte paraprakisht një përkrahje institucionale, atëherë sigurisht se ky numër do të ishte shumë fish më i madh edhe do të realizonin të rit këtë obligim personal. Në anën tjetër, drejtori i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare tha se kjo kërkesë është refuzuar, pasi që CKMF-ja nuk lejon në objektet e saj të veprojë staf mjekësor që nuk prezanton dëshmi të kualifikimeve. Ai tha se paraprakisht kanë kërkuar nga organizatori që të sjellin të gjitha dëshmitë kualifikuese të personelit për këtë aktivitet. Bashkia Islame e ka vetëm qëllimin human, kurse këtë pjesën ligjore nuk hyn fare në ta. Unë e di se persona që të mëtojnë të kryjnë këtë aktivitet, si që po e quajnë ata, në popullatën, në numër të pacaktuar, në numër të palimituar, nuk është i lidhshëm nëse njerëzit që pretendojnë të bëjnë këtë punë, këtë intervenim në të rinj tanë, nuk verifikohen nga organet qendrore, licencat e tyre dhe dokumentacioni tjetër për cilës. Duhet të marrë licencë për të punu, qoftë edhe për një ditë, për të intervenu në integritetin, për ndërhyrje në integritetin e trupit të njeriut. Arsyeja tjetër është se Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare nuk e ka këtë fushë veprimtari të intervenime kirurgjikale. Drejtori i Shëndetësisë në Ferizaj, Burim Karameta, u shpreh publikisht pro synetisë kolektive dhe deklaroi se ky aktivitet ka qenë dashur të përkrahet nga institucionet lokale në Ferizaj. Për anës time, gjithçka kishte qenë që më ofru kushtet për me intervenu ata këtu tek ne, duke i ditë gjendjen aktuale sociale të qytetarëve tanë. Mirë po, këtu në mënyrë të drejtë për drejtë ka qenë i kyçur drejtori që KMF-s, andaj edhe për ju ka qenë në kooperativitet, në korrespondencë edhe me kryetarin e Këshillit të Bashkisë Islame dekan në Ferizaj, andaj propozoj për ju që ta intervistoni edhe drejtorin e KMF-s. Kujt i përgjigjet drejtori i KMF-s? Drejtori i KMF-s i përgjigjet drejtorit të DSHMS-s. Dhe ka qenë përgjigja? A merr urdhër drejtori a drejtoria e shëndetësisë? Për këtë punë kishte qenë mirë të merr urdhër dhe vendimin drejtori i KMF-s, për shkak se të gjitha këto trajtime ndesh të kryen në shtëpinë e tij në të cilën ai e menaxhon. Mirë, po të keni konsiderat se unë kam qenë jashtë shtetit dhe jashtë tyre informatave të sakta. Dhe nëse kishe qenë këto, kish ndodhur dhe kundërta? Absolutisht po. Do të thotë për juve si drejtar? Për mu si drejtar, nëse doni opinionin tim, kjo ka qenë shumë e mirësore. Me siguri nga një vullnet dhe nga pjesa që është drejtore edhe për misjoni sociale, është pjesë jashtë pjesës lidhshme, por vetëm pjesa bujare. Dhe e mirë kuptojnë në atë aspekt, por unë duhet të zbatojat, unë të ekzekutoj çdo marrëveshje, dhe unë nuk mund të bëj, sepse nuk më lejon ligji. Gjatë këtij viti, nëpër disa komuna të Kosovës janë organizuar syneti kolektive me mjek vullnetar nga Turqia, përfshirë komunën e Drenasit, Dragashit, Gjakovës, Podujevës dhe së fundi në Kamenicë.